Për të folur mbi situatën në lindjen e mesme, kam të ftuar në një lidhje direkte Kreshnik Osmanin, kryetar i Partisë Lëvizja Dheu e gjithashtu autor i podcastit Kreshnik Osmani, ku aty e gjeni me informacionet dhe analizat më të fundit që ai realizon. Kreshnik, faleminderit shumë për intervistën. Respekt e faleminderit ju për ftesën. Si po shkon në situata në linjen e mesme dhe si e keni parë reagimin e Donald Trumpit lidhur me këtë situatë? Situata në lidhjen e mesme është pjesë e një konflikti të madh botëror, i cili ka lidhje me riformatimin e planetit, atë që e kemi folur çdo ditë dhe çdo natë, ka lidhje me këtë moment të ri historik që po kalon bota, me këtë ridimensionim të pllakave tektonike të sistemit global, dhe pjesë e kësaj lufte është edhe lufta e Iranit dhe lufta në lindjen e mesme. Ajo që po ndodh në këto momente është strategjia tipike e presidentit Donald Trump, i cili njihet për politikën e paparashikueshmërisë së tij. Ai është një biznesmen i suksesshëm, i cili tashmë i ka rënë barrat merret edhe me politik, është duke luajtur me lojën e presionit maksimalist përpara se të godas dhe në tentativë për të marrë gjithçka që synon të marrë në tavolinë, në tryezë, në mënyrë që të evitojë luftën aq sa të mundet. Tashmë lufta ka dalë nga kontrolli apo po tenton të dalë nga kontrolli, sepse Irani, me sa duket, pas një muaji qëndres, duket qartë që ka ende kartat forta në dorë, ka ende as në mëng, të cilin po e përdor. Madje asët e Iranit mund të jenë dhe nga vetë shtëpia e perëndimit, nga Europa, nga Londra apo nga vetë brenda Amerikës. Dhe duket qartë që jemi në një situatë pothuajse të ngjashme me fillim vitet 80, kur ishte kriza ndërmjet amerikanëve dhe Iranit, dhe kur Irani nëpërmjet krizës së pengjeve me presidentin Jimmy Carter ndikoi në zgjedhjet presidenciale amerikane, kur ishte përballja mes Jimmy Carterit dhe Ronald Reaganit. E njëjta gjë është edhe në këtë moment. Presidenti Donald Trump është në midterm elections, është duke shkuar, është duke bërë kalkulime të imta dhe të precize se ku do të shkojë dhe deri ku do të shkojë, dhe për këtë arsye është duke bërë në të njëjtën kohë presion maksimalist në mënyrë që të shkurtojë kohën e mbylljes së negociatave, dhe nga ana tjetër është duke shoqëruar këtë me ndërmarrjen e nismave të tjera në terren, si për shembull përgatitjen e njësisë 82 amerikane, e cila është nisur me këmbësori dhe me parashutist në drejtim të lindjes së mesme, dhe ku ka përcaktuar edhe një herë, si të themi, ritmin apo itinerarin e kësaj lufte, duke kërcënuar dhe duke i thënë Iranit, pasi ka njoftuar se i është në bisedime me Iranin, dhe pasi Irani ka mohuar që të jetë në bisedime me Amerikën, madje ka refuzuar atë. Ka refuzuar të pranojë që janë duke bërë bisedime. Ajo që po ndodh është që Trump në këtë moment është në vështirësi brenda në Amerikë. Trump është duke bërë një luftë që pjesa më e madhe e amerikanëve besojnë se nuk është lufta e Amerikës, por është lufta e Izraelit, është lufta e Benjamin Netanyahus, madje jo e vetë Izraelit, dhe për këtë arsye Trump do të duhet ta mbyllë këtë me çdo kusht, me çdo çmim, sepse do të ketë pasoja katastrofike, qoftë elektorale, por edhe ekonomike, që lidhen me të ardhmen e ekonomisë globale, përjedhoj edhe të ekonomisë të shtetit më të fuqishëm planet, që është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Trump është duke diskutuar tashmë në këto momente, ka kanale të hapura, sigurisht, janë duke kaluar anijet në ngushticën e Hormuzit. Irani sapo ka zbuluar armën e tij të vërtet bërthamore. Arma e vërtet bërthamore e Iranit nuk ka nevojë për uranium. Irani sapo e ka zbuluar që arma e tij bërthamore është ngushtica e Hormuzit, aty ku kalon 20% e naftës dhe e gazit të botës. Vendet arabe po ndjekin me kujdes. Irani ka përgatitur strategjinë e shkaktimit të dhimbjes për gjithë rajonin e Gjirit Persik, dhe ka thënë, o do të jetojmë të gjithë në paqë, ose do të vdesim të gjithë, ose do të jetojmë të gjithë, çoni, bëjni presion Amerikës të ndalojë këtë luftë,
ose do të bëhemi gati ta hedhim rajonin në erë, nuk do të gëzoj askush asgjë. Arabët janë të kujdesshëm të ruajnë neutralitetin, por një neutralitet i cili nuk shkëputet nga aleanca e tyre strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Arabët janë të vetëdijshëm se nuk heqin dorë dot prej Amerikës, as kanë për të hequr dorë ndonjëherë, sepse e tillë është marrëveshja dhe aleanca, por Trump ka njoftuar ditën e shtunë që kaloi, para se të nisej për në Mar-a-Lago, për në vilën e tij, duke u ngjitur në avionin Air Force One në drejtim të Mar-a-Lagos, në drejtim të Floridas për të kryer weekendin. Tha për 48 orë do të hapim dyert e ferrit. Pas 48 orësh doli dhe njoftoi që shiko se ne jemi duke diskutuar me iranianët dhe unë kam marrë një ofertë të mrekullueshme nga iranianët, tha dje. Kam marrë një ofertë, një dhuratë që kushton qindra miliona, miliarda dollar, tha, por nuk e flas dot në këtë moment. Me njëherë pasaj doli dhe tha që jemi duke bërë gati dhe duke hapur dyert e ferrit. Do të hapim dyert e ferrit, tha sot Caroline Levitt, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë. Do të hapim dyert e ferrit për Iranin. Në fakt, analiza pyet përse nuk i hapot deri sot. Keni një muaj që po flitet për dyert e ferrit, por në fakt 10.000 apo 16.000 objektiva të goditur tashmë në Iran dhe Irani vazhdon të sfidoj. Pse bën këtë Irani? Mund ta zbulojmë pak më vonë, apo ndoshta nuk zbulohet dot 100% në këtë botë. Mund të zbulohet në botën tjetër, sepse loja është shumë e komplikuar, propaganda është shumë e madhe. Megjithatë, ajo që na lejohet të themi apo që mund të themi është që Irani ka ende karta, ka lojtarë të mëdhenj brapa perdes, të cilët e duan dështimin e Donald Trumpit dhe e duan dështimin e Amerikës të zhytur tashmë në këtë balë të re të lindjes mesme. Ju e kuptoni që kjo nuk është histori me liri dhe demokraci, kjo është histori që është për të kontrolluar zonat e energjisë botërore në përballjen finale me Kinën dhe me rivalin e tyre të madh. Sistemi po riformatohet, sistemi po ndryshon ekuilibrat brenda vetvetes, po ndryshon lojtarët dhe do të shohim se cili do të jetë rezultati. Tashmë deklarata e fundit pas hapjes së negociatave ishte do të hapim dyert e ferrit dhe kanë dërguar njësinë 82. Ajo që e kemi thënë vazhdimisht është se politika e Donald Trumpit është the unpredictability of the American policy, pa parashikueshmëria e politikës amerikane. Asnjë deklaratë e Donald Trumpit nuk mund të merret si e mirëqenë, sepse ai e ndryshon deklaratën pa kaluar 6 orë. Pse? Sepse kështu është stili i tij të bërit politik. Kështu është stili i tij të bërit luftë. Stili i tij të bërit luftë është shumë i ngjashëm me stilin e tij të bërit biznes. Bllofim maksimalist, presion maksimalist për të shpëtuar ushtarët në terren. A do të shkojnë në përplasje apo jo? Këtë do ta shohim në orët në vijim. Por një gjë është e sigurt, Irani ka refuzuar negociatat, veçanërisht me Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dhe i ka konsideruar 2 negociator tradhtar, të cilët sa herë kanë qenë duke biseduar me Iranin, janë tradhtuar në bisedime dhe kanë filluar bombardimet, dhe kanë preferuar J.D. Vance, zëvendës presidentin amerikan, i cili me sa duket është pranuar dhe nga presidenti Donald Trump dhe do të niset për në Pakistan, ku në Islamabad do të ketë bisedime me të ngarkuarin e Iranit, kryetarin e parlamentit, pra zëvendësin e Larijxhanit Mohammed Bakir Kalibaf. Të shohim se çfarë do të thonë negociatat ndërmjet J.D. Vance dhe Kalibafit, ndërkohë shërbimet e tjera rajonale, Egjipti, Turqia, Arabia Saudite, Pakistani janë në lojë të angazhuar full motors, pra me të gjithë fuqinë e tyre motorike, për të gjetur zgjidhje, për të parandaluar këtë kasapan të madhe politike, gjeopolitike, ushtarake, por ajo që është më e rëndësishme, ekonomike, e cila për pak ditë po rënon planetin.
qofse vijon disa kohë të gjata, do t'i ndjejmë të therrat e kësaj thike të ftohtë të gjithë ne. Zoti Osmani, a duket që ka një lloj mendimi ndryshe nga Benjamin Netanyahu lidhur me këtë strategji të Donald Trumpit ndaj Iranit? Donald Trump është president i zgjuar, për ndryshe nga që thotë pjesa tjetër e propagandës. Ai merr poza atipike, bën si kur nuk kupton, bën si humorist, bën si tragjikomedik, bën si tragjik, bën si komedian, bën si humorist, bën si lojtar portokallie, si aktor portokallie, bën si aktor Hollywoodi. Është stili i tij të bërit politik. Kjo pa diskutim, Donald Trump është i vetëdijshëm për atë që po bën. Her pas here ka treguar që nuk është i gatshëm të shkojë tek gjitha agjendat e Netanyahus, por duhet ta kemi parasysh që presidenti Donald Trump është presidenti më pro-izraelit në të gjithë historinë e Amerikës. Dhe kjo nuk ka askush mundësi ta mohoj. Megjithatë, Trump është duke u kujdesur që të gjejë një formulë as mos bezdis Tel Avivin, sepse ai e din se çdo të thotë ndikimi i AIPAC-ut në zgjedhjet e ardhshme presidenciale apo në midterm, dhe e din shumë mirë çfarë ndikimi ka koka më e madhe e lobit izraelit në Amerikë, që është Miriam Adelson, pronarja e gazetës izraelite Israel Hayom, njeriu që kontrollon trurin e presidentit Donald Trump, multimiliarderja izraelite Miriam Adelson, është njëri nga njerëzit që ka influencën më të madhe tek presidenti Donald Trump, dhe është ajo e cila ka mbajtur të lidhur linjën strategjike të Donald Trumpit me linjën strategjike të Benjamin Netanyahus, që është i preferuari i zonjës Adelson, e veja e multimiliarderit hebre, e cila sot kontrollon të gjithë aksin e politikës jashtme apo itinerarin e sionizmit politik të përfaqësuar nga djathta ekstreme në lojën e politike të Tel Avivit, por dhe në lojën e madhe politike botërore të Washingtonit. Presidenti Donald Trump po përpiqet që të ruajë një lloj ekuilibri. Duket që ka një presion të madh nga lobi izraelit në Washington, duket që është i pamundur, për t'u thënë në hebrejve, izraelitëve jo në çdo moment, po përpiqet që të gjejë një lloj ekuilibri ndërmjet të dyja palëve, ndërmjet nevojave të Amerikës, interesave strategjike amerikane dhe interesave strategjike të Netanyahus, deri ku do të mbri. Deri tani ka anuar nga pafuqia e tij për të marrë vendime thellësisht në interes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. MAGA sot është e ndarë, MAGA është e përçarë, këto patriotizmat nuk ecin më. First America First u shndërrua me Izraeli First. Amerika e para u bë Izraeli i pari. Make America Great Again, ta bëjmë Amerikën të madhe sërish, tashmë është zbehur. MAGA është e qarë nga brenda, nga eksponentët e saj më të lartë, duke filluar me Tucker Carlsonin dhe personazhe të tjerë, i shefi i shërbimeve sekrete dha dorëheqjen, të tjerë njerëz po japin dorëheqjen. Unë mendoj që presidenti Trump është mjaftueshëm smart, i zgjuar, për të kuptuar momentin delikat, dhe besoj që do të shkojë me çdo çmim drejt një marrëveshje për të bërë një tërheqje në lindjen e mesme, por nuk përjashtohet në asnjë moment mundësia që të gjitha këto të jenë manovrime për të bler aq kohë sa i duhet atij për të përgatitur planin e goditjes rrafshuese dhe për të ridimensionuar edhe një herë nga fillimi ekuilibrat në lindjen e mesme. Zoti Osmani, ka pasur mjaft raketa të cilat kanë pasur mjaft raketa të cilët kanë kaluar sistemin mbrojtës të Izraelit.
A besoni që gjendur në këto kushte, ndoshta edhe nxitimi për të bërë një marrëveshje paqe është edhe për shkak të pamundësisë ndoshta për t'u mbrojtur nga raketat e Iranit, të cilat edhe pse Donald Trump thotë që edhe Benjamin Netanyahu thonë që janë shkatruar pothuajse të gjitha, ka ende municione dhe raketa që lëshojnë nga Irani. Pa diskutim është një nga faktorët, unë nuk marr përsipër të bëj predikime ushtarake, është pjesë e miqve apo kolegëve tan ushtarak kjo, të flasin për specifikat e raketave, të cilat unë nuk i njoh. Unë njoh një gjë shumë të rëndësishme, po kupola e hekurt nuk është më e pakalueshme, po Izraeli ka pësuar goditje të mëdha, të cilat nuk i njofton, i ka mbajtur të fshehur për arsye të luftës të sigurisë tyre kombëtare. Po në Izrael ka filluar një emigrim masiv i kundërt, po lën Izraelin dhe po largohen, sepse nuk mund të kalohet jeta në bunker, edhe me të gjithë premtimet që i jep Netanyahu. Ka qindra miliona dollar dhe euro investime të cilat largohen nga Izraeli. Fabrika, teknologji të cilat largohen, qoftë përkohësisht në drejtim të Qipros, në drejtim të Amerikës apo në drejtim të Bashkimit Evropian, sepse nuk ka më siguri atje. Kjo është sa i përket dimensionit të sigurisë. Sa i përket dimensionit ushtarak, po pa diskutim, Irani nuk i ka përfunduar depot e tij me raketa balestike. Një, sepse nuk është e vërtet që siç flasin humoristët nëpër televizione, ata që dalin të bëjnë tifozllëk, ne nuk jemi për të bërë tifozllëk. Ne dim Amerika është ylli polar i Shqipërisë, dalati ynë i madh, por ne nuk jemi këtu për ta vërtetuar këtë, ne jemi për të bërë analizë dhe ne nuk jemi humoristë që bëjmë humor me veten tonë, që të na qeshin amerikanët, izraelitët, iranianët edhe arabët. Jemi këtu për t'i thënë popullit shqiptar të vërtetat, të cilat duhet t'i dinë me çdo kusht dhe me çdo çmim. Dimensioni, përplasja në lindjen e mesme nuk është mes Izraelit dhe Iranit, as mes Amerikës, Izraelit dhe Iranit. Mbrapa tyre është Kina, është Rusia, mbrapa Iranit është Rusia, është Kina, është Korea e Veriut, dhe i kanë ardhur në tabaka prej floriri ofertat. Edhe nga Teheran, edhe nga Pyongyangu, edhe nga Pekini, edhe nga Moska. Çfarë të doni ju dhe si t'ju a doj e bardha zemër? A do raketa balestike? A do ca koka mbushje bërthamore? A do bombë me hidrogjen? A do bombë të pisët? Si ta doni ju dhe si t'ju a doj zemra? Ja kanë sjell ofertat. Pse? Sepse aksi i lindjes do që Amerika të zhytet në baltën e lindjes mesme. A do të shkojmë deri aty apo jo? Nuk e di. Por ajo që po ndjekim dhe ajo që duhet dim është Izraeli ka pësuar dhimbje dhe pëson dhimbje të mëdha çdo ditë, të cilat i fsheh me shumë kujdes. Atje në Tel Aviv bien çdo ditë raketat iraniane, ka dëme të mëdha edhe në njerëz, edhe në banesa, edhe në siguri, edhe në stabilitetin emocional të njerëzve, por për arsye të sigurisë kombëtare të Izraelit kanë dhënë urdhër mos dal asgjë për publikun. Deri kur do të vazhdojnë? Deri kur të mëdhenj të vendosin që kjo luftë do të vazhdojë. Një gjë është e sigurt. Izraeli nuk është më i paprekshëm dhe nuk ka fuqi të pashtershme për të bërë luftë dhe për të qëndruar. Kjo mund t'i çojë drejt një marrëveshje. Në qoftë se nuk shkojnë drejt marrëveshjes, do shkojmë në plan të rrafshimit masiv. Do të hedhin bombë bërthamore taktike apo bërthamore strategjike, nuk e di. Irani është 1.6 milion kilometra katror me 93 milion banor. Deshën 2 vjet me luftu me Hamasin, Izraeli, i gjithë fuqia e Izraelit, me gjithë fuqinë e botës. 2 vjet me Hamasin me Gazën, që luftonin me tuba hidraulikësh, tubat e hidraulikët, tubat e çesmes i bëjshin raketa, dhe me tunele në Gaza. Gaza është sa një qytet i vogël i Shqipërisë, dhe megjithatë një ushtri, një milici si Hamasi
2 vjet e mbajti Netanyahu në Gaza. Dhe akoma s'kan mbaru punë. Çfarë mund të thush për Iranin 1.6 milion kilometër katror i rrethun komplet me male dhe 93 milion popull. Sigurisht që pjesë e madhe e popullit janë kundër. Ata që dalin dhe bëjnë analiza humoristike, ata janë humor. Unë nuk jam humorist. Unë jam njeri që i njoh mirë kulisat e atij rajoni dhe të asaj zone. Ose do shkojnë në marrëveshje për zgjidhje me marrëveshje për rajonin, ose rajoni do hidhet në erë dhe ekonomia botërore do të hidhet në erë. Kaq. Kanë vetëm një opsion, rrafshimin e Iranit me themel. Kjo do bombë bërthamore. E bën, nuk e di. Unë nuk besoj që shkojnë ke ky vendim. Nuk shkuan, do ulen tavolin, do merren vesh me Iranin. Kaq është historia. Pastaj, kush do të shpalli fitoren? A do ta shpall njëri, a do ta shpall tjetri? E din ata se si do bëhet skenari i filmit. Qa do i themi njerëzve kush e fitoi luftën? Henry Kissinger ka fol për luftën e Amerikës, ka fol për luftën e Vietnamit dhe ka thënë një formulë të artë. Amerika humbi duke mos fituar në Vietnam, ndërsa Vietnami fitoi duke mos humbur. Ndoshta e njëjta formulë mund të jetë edhe në Iran. J.D. Vance, zëvendës presidenti, që është i preferuar nga iranianët më shumë se Steve Witkoff dhe Jared Kushner, ka shkuar në Pakistan të shohim çfarë do të flas me Muhammad Bakir Kalibaf. A do të arrijnë gjë apo do të bllofojnë të dyja palët? Nuk kemi shumë skenar. O do merren vesh, o do ta rrafshojnë me themel. Cili do të vendoset? Unë jam i prirur të besoj, ndoshta edhe nga dëshira që kam që të mos shkoj bota në çmendim, jam i prirur të besoj se do merren vesh. Nëse jo, do të na përpi të gjithëve një dallg e madhe prej të cilës shumë pak njerëz do të shpëtojnë. Zoti Osmani, do të kaloj te një temë tjetër, ka të bëjë me një përplasje që ka ndodhur mes Taulant Ballës dhe Elisas Piropalit. A besoni që tashmë brenda Partisë Socialiste nuk ka ujëra të qeta dhe çfarë roli kanë ambasadat në këtë përplasje? Në fakt, unë nuk kam ndonjë interes fare të merrem me Taulantin dhe me Elisën. Janë dy lojtar figurant të sektit të Rilindjes, një sekt në shpërbërje sipër, i cili ka probleme të mëdha dhe i cili është duke përjetuar një luftë civile të cilën e Rama po e maskon me shumë kujdes. Brenda Rilindjes ka luftë civile, ka gati për shpërthim. Lojtarët po presin që të mbytet anija e Edi Ramës në mënyrë që të kapin llokmat e mbetura dhe të shpërbëra nga Rilindja. Rama po improvizon forcë, po improvizon fuqi, por në fakt nuk është i fortë, atë e mban vetëm Berisha në pushtet. Është kombinimi i tij perfekt me Berishën, i cili ka nevojë për Ramën dhe Rama ka nevojë për Berishën. Është ky çift i cili e mban peng Shqipërinë, por këtë e kanë kuptuar të huajt, e kanë kuptuar ambasadat, e kanë kuptuar lozhat, e ka kuptuar Washingtoni, e ka kuptuar Brukseli. A do të lëvizin ata në këtë drejtim apo jo? Rama dhe Berisha, që janë lojtar çift të nevojshëm për njëri tjetrin, që kanë bllokuar dhe e mbajnë kaps gjendjen situatën politike në vend, njëri rrin pushtet, tjetri ruan monopolin e të bërit opozit. Sa më shumë rritet presioni ndaj Edi Ramës, aq më agresive bëhen protestat e Berishës. Amerikanët nuk kanë ndryshuar qëndrim, si në kohën e Jurikimit, edhe në kohën tani që nuk ka ambasador, por që flet zëdhënësja Nancy Wernhorn, melodia dhe violina e ambasadës amerikane është mos shkonin protesta se do ketë dhunë. Pra, nuk e dum këtë. Priti Berisha që t'i hiqet non grata, çoj Fatmir Mediu në Amerikë, që të heqin non gratën, bëri pagesa lobeve, lobingjeve, zyrave, nuk kishte rezultat. Çfarë bën? Protestën e fundit e kuptuan që Washingtoni nuk ka
nuk është fare ke violina Berishës, as nuk e shef si alternativë. Unë ju kam thënë, Berisha mund të ishte lojtar tranzicioni i përkohshëm për të shfryr komandaren e Shqipërisë dhe të Ballkanit, në qoftë se amerikanët do t'i hiqnin non gratën dhe presidenti Trump. Ai nuk ja doli ta heq këtë, sepse atje në Amerikë nuk janë budallë, atje dinë se çfarë loje luan çifti Rama Berisha në Shqipëri, fati i zi shqiptarëve që ta hanë dhe ta gëlltisin këtë karrem në vështirësi, dhe do të shohim se ku do të shkojë situata. Problemi është që kjo përplasja mes Elisës dhe Taulantit nuk është gjë tjetër përveç se një përplasje ndërmjet miq, të cilët tentojnë të zbresin nga anija kur anija shkon drejt mbytjes. Taulanti kërkon të qëndrojë besnik deri në fund ndaj kapitenit të anijes, ndërsa Elisa Spiropali po hedh vickla dhe po del si reaksionare në mënyrë që nesër kur të riformatohet PS-ja, që të vinë Ditmir Bushatrat e këta njerëzit të cilët nuk kanë qenë të përfshirë 100% tek kulisat e sektit të rilindjes, kjo të duket sikur ka qenë një lojtar që e ka refuzuar Edi Ramën. Në fakt ajo prej kohës kur u emëru ke doganat, ku s'kishte bluzë me vesh, e deri tani që është bërë si Miss Albania me lloj ndërhyrjeshe, me lloj rimelesh e buskuqesh, e rrobash, e markash, duke ecë me mbi taka, i tregoj shqiptarëve që unë jam lojtare e re, po don të thotë, edhe e marketoj edhe në Kosovë që kjo shkoj zbuloj atë kurthin që po i bënte Vjosa Osmani me Edi Ramën Albin Kurtit, u të tentuan ta marketojnë këtë edhe në Kosovë, po nuk ecën. Nuk ecën sepse vllaznitë në Kosovë, vllaznia në Kosovë janë të mirë, e kuptojnë mirë politikën. Kjo u përpoq ta marketoj si kur ishte kjo ajo që zbërtheu tradhtin e Vjosa Osmanit ndaj Albin Kurtit dhe e marketuan në këtë formë për të marrë pikë kjo brenda. Unë nuk besoj se ka ndonjë vlerë për opinionin publik shqiptar sherrri mes Taulantit edhe Elisës. Ata janë pjesë të të njëjtave manuale, të të njëjtit sekt. Sekti është në siklet dhe në vështirësi, sepse sapo të gjehet një qetësi e frontit të Iranit dhe lindjes mesme, presioni gjerman, europian, por ndoshta edhe ai amerikan do të vazhdojë të rritet në Shqipëri, sepse Edi Rama tashmë është një lojtar me kosto të jashtëzakonshme për Amerikën edhe për Europën. Amerikanët nuk mundet të mbajnë një person me kosto të mëdha. I vetmi fat i Edi Ramës që ai vazhdon të qëndrojë është se ai ka ortakun e tij Sali Berisha, i cili e mban në këmbë, parësi e alibia e Edi Ramës tek ndërkombëtarët është në qoftë se largohem unë, vjen Berisha. E njëjtën alibi me cilën ka fitu 3 palë zgjedhje në Shqipëri, i thot shqiptarëve, unë po iki, po s'më por po ika unë, nuk keni njëri tjetër. Një palë zgjedhje tha keni Ilirin me Saliun, pastaj e futën Ilirin në burg, ngeli vetëm Saliu, dhe thanë, po ika unë, thotë Rama, do të vi Saliu. Saliu nuk e gëzon konsensusin e popullit opozitar, Saliu gëzon konsensusin e atyre njerëzve që i nxjerr aty në shesh, të cilët janë heroj për mua, sepse duhet protestuar në këtë vend, por unë nuk dal protestoj sepse Saliu ka një agjend që nuk lidhet me rrëzimin e Edi Ramës, por lidhet me garancinë dhe garantimin e pushtetit të Edi Ramës. Fatkeqësisht, kam bërë përpjekje titanike për t'i bindur popullin opozitar dhe miqtë e mi, vëllezërit e mi në opozitë, me cilët unë kam dalë në çdo protest për 13 vite. I flas çdo natë dhe u tregoj skemat që ata përdorin. Doli i relaksuar, hedhin molotov dhe dje pa shumë të relaksuar zotin Luciano Boçi bashkë me Arber Maznikun, duke bërë reformën territoriale, janë të relaksuar, merren vesh për gjitha bashkë, siç u morën vesh për kodin zgjedhor në 2008, nuk lejojnë askënd të hyjë në lojë pa miratimin e dyshës Rama Berisha. Shkatërrohet çdo njeri i cili tenton të hyjë në politikë pa miratimin e tyre.
Ne me lëvizjen Adheu jemi të vendosur për të qëndruar jashtë kësaj loje, edhe nëse do të duhet të mos jemi kur pjesëmarrës në lojën politike të Shqipërisë, por do të jemi aty për historinë, për t'i treguar shqiptarëve që ky popull nuk ishte i gjithë i degeneruar, i shitur dhe i kapur nga loja e vjetër politike e Tiranës. Edi Rama është bërë kosto e madhe për politikën e Washingtonit, është kosto për Europën, sido që të duan, sido që të përpiqen, nuk e mbajnë dot, edhe sikur të duan, sepse në qoftë se do të vazhdoj të qëndroj më gjatë se sa prilli, maj, maksimumi qershori, shqiptarët do ta kuptojnë që ka një hipokrizi të faktorit ndërkombëtar, qoftë europianëve, qoftë amerikanëve, të cilët e mbajnë këtë klasë politike ordinere, hajdute, anti-shqiptare, cila e ka shpopulluar këtë vend, godet çdo ditë pa mshir interesat tona strategjike kombëtare, dhe deri tek jeta e nxirr e qytetarëve shqiptar, të cilët nuk po dinë më nga t'ja mbajnë dhe arratisën. Sot ka dalë ministrja e shëndetësisë dhe ka thënë nuk kemi më mundësi të bëjmë analizat në spital, skandaloze, e turpshme, e neveritshme. Nuk kemi më leksa t'i bëjmë të smurve në QSTU, t'u bëjmë analizat falas. Deri në 20 prill keni analiza, pastaj do t'i çojnë ke privati, ke kasapi, se kanë laboratorët e vet, kanë bizneset e veta dhe duan t'i therin shqiptarët. Ata janë bashk, punojnë bashk, funksionojnë bashk. Ministrja e Shëndetësisë është oligarke, njeri i oligarkut të shëndetësisë, të cilin Berisha nuk e përmend asnjëherë me gojë, ka qenë rektore e Universitetit të Klodian Allajbeut, multimiliarderit oligark i cili ka marrë koncesione qindra miliona eurosh. Ministra e Shëndetësisë është mikesha e ngushtë e familjes së Edi Ramës dhe mikesha e ngushtë e familjes së Sali Berishës, e bija e Valdete Salës, koka dhe drejtuesja e Fondacionit Soros në Shqipëri prej vitit 92, 93, 94, mikesh e ngushtë e familjes Berisha dhe mikesh e ngushtë e familjes Rama dhe mikesh e ngushtë produkt i oligarkut Klodian Allajbeu, pronar i disa spitaleve private dhe e bizneseve multimilionshë, i cili është arratisur dhe qëndron jashtë Shqipërisë. Valdete Sala, e ëma e Ministrës Shëndetësisë, që doli sot me paturpsi dhe tha nuk ka më analiza për shqiptarët, ka qenë njeri i afërt me të dyja familjet, ata janë bashkë. Ne do t'ja themi këtë shqiptarëve me të gjitha kostot që mban kjo detyrë. Ne do t'ja çjerrim maskat atyre. Zoti Osmani, kam dhe i pyetje të fundit. Ditën e sotme është vendosur nga gjykata kushtetuese e Kosovës që të rrëzojë dekretin e Vjosa Osmanit lidhur me zgjedhjet për presidentin e ardhshëm. A ishte kjo një fitore, zotit Kurti, dhe si e shikoni të ardhmen e politikës në Kosovë? Gjykata tha se vendimi i Osmanit për mos shkuarjen e zgjedhje ishte jo kushtetues. Pra, vendimi i Osmanit për të shkuar në zgjedhje ishte jo kushtetues. Çfarë ndodh sipas kushtetutës dhe ligjit të zgjedhjeve në Kosovë, zgjedhjet duhet të përcaktohen brenda afatit caktuar. Tani çfarë do të ndodh? Roli i presidentes Vjosa Osmani është në pozicion përplasje tashmë me Albin Kurtin. Unë mendoja që në të mirën e Kosovës dhe të stabilitetit Kosovës ishte që të mos kishte zgjedhjet parakohshme, sepse këto zgjedhjet nuk i bëjnë mirë Kosovës kaq shpesh. Aq më tepër që jemi në moment jashtëzakonisht delikat tani në këtë moment. Vendimi i kushtetuesës është i qartë, e rrëzoi presidentin dhe duket që taktikisht është një fitore momentale Albin Kurtit. Si do ta zgjedhin presidentin tashmë, do të mbetet për tu parë, kanë 34 ditë, 35 ditë afat për ta zgjedhur. Do ketë debate brenda, do ketë përplasje të reja brenda Kosovës dhe do të shohim se si do të shkojë. Zoti Osmani, faleminderit shumë për intervistën dhe kohën këtu në VIP Magazin. Ishte kënaqësi si për herë. Kënaqësia është e ime, gjithë mirët.